As ditën e parë. Më ndante kultura. Është model krejt tjetër, prandaj sa ai nuk është i djathti. Deputet Berisha të bëri. Më bëri se kishte një simpati për mua apo kishte nevojë për mua. Se edhe kjo është një mendësi që përdoret në PD. Berisha të bëri këshilltar. Po unë para se të shkoja ke Berisha kam qenë në intervistat tuaja si përfaqësues i shoqërisë civile. Për 4 vjet i dedikuar në aksionin antikorrupsion. Pse mori Berisha? Kisha nevojë unë për Berishën? Natyrisht dy kishim nevojë për njëri tjetrin. Ai kishte një instrument të madh politik që është Partia Demokratike, në të cilën unë isha antar. Isha edhe në Këshill Kombëtar madje. Te gjatë kohës që ishit kam qenë në shoqëri civile ju. Po kam qenë kandidat për Këshill Kombëtar disa herë, që nga viti 90. Pas ka mbajtur të fshetë. Jo, ka qenë pas si ishte një gjë publike dhe unë institucionet që nuk prodhojnë i zeroj, nuk i vlerësoj më. Dhe ky moment politik ishte se Berisha kishte nevojë për të dalë me një slogan politik. Ndershmëria e Berishës ishte një mit i madh përballë korrupsionit të nanos dhe qeverisë së tij. Dhe prandaj kishte nevojë për një emër si unë. Dhe unë kisha nevojë për instrumentin Partisë Demokratike për ato që ishin kauzat e mia antikorrupsioni. Nuk është se Berisha po shifte rrugës dhe tha, ky djali duhet vi. Se i pëlqeva unë. Jam i bindur që nuk më ka pëlqyer kurrë. Më ka respektuar, i heq kapelen. E kam respektuar në të njëjtën mënyrë. Për ato punë të mira që janë bërë prej tij dhe prej Partisë Demokratike dhe prej qeverisë së tij. Po kjo nuk më bën të jem berishist. Kur s'kam duruar dot presionin e kultit Enver Hoxha, si mund të duroja në liri kultin e dikujt tjetër? Kush do qoftë ky? Ne kjo liri na mungon, prandaj nuk bëhemi dot të djathtë klasik, të pastër në Partinë Demokratike. Ke shpresa që mund ndryshoj diçka në Partinë Demokratike? Po shpresa vdes e fundit, thonë, dhe unë nuk dua ta abuzoj këtë term. Sidomos kur vjen nga Kenia një herë mund të kesh ndryshime në këtë drejtim. Jo, nuk besoj që do ketë një zhvillim të afërt. Ju më pyetët pak më parë dhe u shmang përgjigja gabimisht nga unë. A do lëvizin njerëzit, a do ndodhi diçka? Ka 3 vektorë që mund të vënë në lëvizje politikën, aty ku është baza më e madhe Partia Demokratike. Kush është faktor? Është Berisha vet. Po. Janë forumet, kryesi dhe grup parlamentar, është dhe baza e partisë. Berisha thotë jam emision, nuk do të lëviz. Forumet i ka prodhuar Berisha dhe ata e kanë ulur kokën, janë përulur para Berishës, pavarësisht se çfarë thonë në NZ, pavarësisht se çfarë bisedojnë me mua apo me ju personalisht, dhe faktori apo vektori i tretë është baza antarësia e partisë. Një pjesë ka ikur tashmë. Edhe pas zgjedhjeve? Pa edhe para zgjedhjeve, se rezultati zgjedhjeve tregojnë. Edhe pas zgjedhjeve ka ikur, dhe do të vazhdoj të ikë. Shtuar. Do të thënë duke thënë që informacionet që ke, baza mbas zgjedhjeve, mbas këtij rezultati ka praktikisht PD. Patjetër. Unë nuk mund ta kuantifikoj, të them kanë ikur 5% apo 15%, por rrudhja e Partisë Demokratike në bazë do të vazhdoj. Për 2 motive. Një motiv të ndershëm, njerëz që edhe pse kuptonin që projekti nuk funksiononte, thoshin jo, ne duhet ta bëjmë detyrën tonë, pra me vetë mohim t'i shërbenin kauzës, po dhe ata që janë me motiv amoral. Ata që rinë ke partia se duan të bëhen drejtor, dhe këta janë më të poshtrit. Bukur kjo. Do të thënë, te partia rinë disa që duan të bëhen drejtor. Këta do ikin të parët. Sepse ata që kanë ambicie. Po jo, s'do ligje. S'do ligje, dhe e din që për 4 vjet s'ka gjë. Dhe nëse doni ta dini, di pse e hedh Berisha atë qeverinë teknike? Që të mos ikin këta. Se këta thonë, po mbase bëhet qeveria teknike. Kapim në gjë. Mbase bëhem drejtor, shef zyre, punojnë në dogan, punojnë në tatime, në polici, në çana ato të ndërtimores. Prandaj edhe çfarë mundësi e ka të bësh qeveri teknike kur ajo qeveria është e gjitha parlamenti është i gjithë i Edi Ramës. E bën me Edi Rama një qeveri teknike, e bën me teknik, po pa PD-n. Po jo, pse ta bëj qeveri teknike, ai ka qeveri politike vetëm, nuk ka që si duhesh fare. Po. Por gënjeshtra që do arrim të bëjmë qeveri teknike është për të mbajtur. Po revolucioni. Po revolucioni është për popullin, se populli nuk e besonte që mund të kthehet me PD-n në pushtet. Atyre thuhet do bëhet revolucion. Miti është, Rama nuk rrezohet me votë, po me çfarë? Me revolucion. Nuk e themi, me revolucion. Do dalim në protestë. Dhe protestat janë si ftesë dasme. Martohet, ka dilli në datën kaq, në orën kaq në filan restorant. Jeni stuar çift apo tek apo me presim dhe dhuratën. E njëjta gjë, në orën kaq, në bulevard, në datën kaq, por ashim merrni dhe çadrat,
Mund të ishte në Molotova, në fish zjarr, edhe të shkojmë atje. Kjo nuk është protestë. Protesta është genuine. Nga 3 vektorët, zoti Kadilli, Berisha dhe forumet të përjashtonë, në bazë mund të ndodhë diçka? Besoj që aty është shpresa e vetme që ekziston jo për Kadillin, po për çdo opozitar. Si në bazë, si, ku? Në degët e Partisë Demokratike ka njerëz jo vetëm që presin të bëhen drejtor, ka njerëz që mund të jenë shumë mirë dhe nuk janë bërë kurrë drejtor. Këta janë shumë idealiste, shumë ideale. Është konkrete. Kjo ka nevojë vetëm për, si thua, për ta përshpejtuar, për të dhënë atë që quhet në fizikë nxitimi. Po ti kupton që ka një lëvizje në bazë? Sot nuk ka, po unë besoj që aty do të lindë. Sot nuk ka, po aty do të lindë. Ti do inicosh një lëvizje në bazë? Unë do inicioj lëvizje vetëm nëse nuk ndodh ajo që ju thatë pak më parë, që ti jam unë vetëm që e bëj këtë punë. Jo se nuk kam dëshirë ta bëj. Çdo njeri nga ne që del në jetën publike ka një moment deliri. Por mua nuk më ka dominuar kur deliri. E di sa shtrihen këmbët. Edhe kur kam dalë përballë. Thash ata një pjesë aty duhet të kërkojnë të falur ty. Do ishte mirë ta bënin para vetes tyre, para pasqyrës, ose më gabuam. Çfarë duhet të bëjmë? Se kemi tani një lodër në dorë që është mandati i deputetit. Për çfarë duam? Ta zbërthejmë vetë, ta mbërthejmë vetë, apo ta përdorim për... Nga kush e pret që të ndodhë kjo lëvizje në bazë? Ti thuaj që unë do i penjohem, thatë, në qoftë se do ketë njerëz. Nga kush? Unë do ta testoj gatishmërinë e bazës për të reaguar, patjetër. Dhe do nisësh një aksion politik? Në qoftë se ka gatishmëri. Më pyetën para ca ditësh që del kandidat përballë Bashës, a do dilje kandidat përballë Berishës? Përgjigjja ishte, kur Berisha bën zgjedhje për veten e tij, është si thua të garosh me mbretin në oborin e mbretit. Atëherë e gastori mbretit, ai që mban me humor oborin. Dhe këtë nuk e bëj. As nuk e bëra. Dhe pata ftesa konkrete për ty ndoj. Dhe nuk e bëj përsëri. Ama nuk i shmangem asnjë lloj gare, nëse këtë nuk e kërkoj unë, po e kërkojnë njerëzit. Dhe këtë nuk e them si slogan politik. Nëse njerëzit kanë nevojë dhe thonë na duhet dikush, eja hyr, po hyr, nuk i trembe mas sigare. Asnjë lloj sfide ballë për ballë, qoftë me Berishën, qoftë me këdo. Por unë dua të di, e duan këta të bazës, ky është testi. Duan ta ndryshojnë partinë apo duan të vazhdojnë akoma jemi mirë. Se ende e gjenen verist. Ndërkohë që është tashmë botërisht e pranuar dhe nga ata vetë që veri ka vrarë, ka prerë, ka bërzullume. Po janë në verist. Ka akoma hitlerian. Po si mos këtë Berishisë, në demokraci kanë jetuar. Kanë pasur suksesin e jetës tyre, ju kanë ndryshuar jetë, kanë ikur nga një vend, kanë ardhur në një vend tjetër. Jo, okay, po kauza tani në Partinë Demokratike është vendosur, është ajo e tjetërsimit dhe vjedhjes së votës. Tani, si e shikon këtë moment, sepse nga mëngjesi darkë dhe për hir të vërtetës, këtë e ka marrë vetëm zoti Berisha, nuk flet njëri tjetër nga Partia Demokratike. Po në Partinë Demokratike flet vetëm zoti Berisha dhe askush tjetër. Jo flas për tjetërsimin e votës, se është vendosur. Ky diskutimi që bëhet tani duket si UFO. E din. Super UFO. E din se ata kanë qenë atje, po nuk kuptojnë pse e bën Berisha. Dhe ju vjen edhe atyre një çik zor të dalin të thonë çfarë atë që s'është e vërtet. Në radh parë kanë humbur dhe thellë, po brenda humbjes patjetër ka dhe zullume. Se zullumqar janë ata që janë në komisione, nga të dy palët. Dhe ky është një nga dëmet më të mëdha që kemi ne sot në sistemin ton politik. Kalbëzimi i sistemit ton politik, një nga treguesit kryesor dhe një nga shkaktarët kryesor ka sistemin tonë të zgjedhjeve. Sistemi ynë i zgjedhjeve është i tillë që Se pranoj po të? Jo, nuk e kam për formulën e zgjedhjeve. Po dhe është autore këtij sistemi, që në thënjishin. Sistemi jo formula proporcionale apo majoritare. Jo, flas për administrimin e zgjedhjeve. 2008-ën. Jo, edhe përpara kësaj, administrimi i zgjedhjeve. Si bëhet në Shqipëri, bëhet nga partitë. Partia Socialiste. Ju e keni dhënë që të ketë teknicien. Sepse këta janë të gjithë në konflikt interesi me rezultatin. Në të dyne, njëri nga Partia Demokratike, njëri nga Partia Socialiste, njëri mbron vendin e punës, njëri synon vendin e punës. Rezultati tregon do ta mbroj unë apo do ta marrësh ti. Dhe unë jam i gatshëm të fus dorën në kuti. Jam i gatshëm të bëj çdo lloj zullumi për të mbrojtur vendin e punës. Je i gatshëm të bësh çdo lloj zullumi për të marrë vendin e punës. Këta shëmbin procesin dhe këta bëjnë edhe një krim tjetër, që nesër do prishet administrata. Se do iki unë, do zvendësoj. Pra ne nuk kemi institucionet besueshme, ne nuk kemi zgjedhjet besueshme dhe nuk mund të jenë. A jeni dakord zoti Kadilli me atë që thotë zoti Berisha që këto zgjedhje kanë të njëjtin mënyrë, stil si ajo zgjedhjet e vitit 2001 dhe Partia Demokratike zyrtarisht po i shpall këto si